Çfarë kuptimi ka fjala shirk? Shirku është mëkati më i madh që mund të bëjë njeriu. Shirku është t'i bosh Allahut lartësuar shok, ortak, në adhurim, pra t'i lutesh dikujt tjetër përveç Zotit gjithësisë, të bësh kurban për dikën tjetër përveç Allahut lartësuar. Ky është shirku. Mëkati më i madh që nëse njeriu nuk pendohet, Allahu i lartësuar nuk e fal. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu nuk fal që t'i bëhet atij shirk, pra t'i bëhet Zoti i gjithësisë ortak. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. E përveç shirkut, pra Zoti i gjithësisë fal kën të doj. Kush i bën Allahut lartësuar shok, ortak në adhurim, ndëron jetë pra me këtë besim, Zoti i gjithësisë çfarë thot në Kur'an? Faqad harrama Allahu alayhi al-janna. Allahu ja ka bërë haram të ndaluar atij xhennetin. Zoti i gjithësisë na fton në Kur'an që të adhurojmë vetëm Allahun e lartësuar, t'i lutemi vetëm Zotit të gjithësisë. Wa ma umiru illa liya'budu Allah. Dhe nuk janë urdhëruar vetëm se që të adhurojnë Allahun. Prandaj, edhe profetët e Zotit kanë ftuar në adhurimin e Allahut lartësuar njot vetëm, pa i bërë atij shok në adhurim. Kjo ishte thirrja e Nuhut, thirrja e Ibrahimit, thirrja e Musait, thirrja e Isait, thirrja e vulës së profetëve Muhammedit alayhi salam. E kush e adhuron Allahun e lartësuar njot vetëm, nuk i bën atij shok në adhurim, beson dhe pason profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, atëherë ky njeri fiton lumturinë e përjetshme, xhenetin e Allahut të lartësuar.